Paga minimale në Shqipëri do të pësojë një tjetër rritje të ndjeshme duke filluar nga 1 janari 2026. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se mbi 307.000 punonjës do të marrin 500 euro në muaj si pjesë e një procesi të vazhdueshëm përmirësimit të të ardhurave në vend. Por nga 1 janari 2026 do të rritet dhe paga minimale për 307.850 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro, e cila do të jetë para, po jo e vetmja rritje e këtij mandati, ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Në mbështetje të bizneseve private, të cilat do të përbahen me rritjen e detyrimeve të sigurimeve si pasojë e kësaj rritje, qeveria do subvencionojë për 9 muajt e parë të vitit 2026 një fond prej 90 milion eurosh. Jo vetëm kaq, po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Kjo nisme bërë publike në vijim të vendimit me rritjen e pensioneve parashikojnë gjithashtu një përfshirje të madhe buxhetore. Padyshim që pjesën e Luanit në projekt buxhetin 2026, që sapo ka shkuar në parlament, e zën pensionistët, për të cilët e nisin vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishojmë shtesën 200 milion euro. Kryeministri shpjegoi se pjesën e Luanit të projekt buxhetit 2026 e zën pensionistët, për të cilët është planifikuar një mbështetje që do të arrijë deri në 500 milion euro në vitin 2030 përveç indeksimeve vjetore. Në vijim të komunikimit publik, Rama e cilësoi këtë si një tjetër premtim të mbajtur të fushatës së 11 maj, duke theksuar se rritja e pagave dhe pensioneve janë shprehje e mirënjohjes ndaj qytetarëve që i dhan Partisë Socialiste 83 mandate në zgjedhje. Ndër të barabartët janë 83 arsye më shumë se sa deri dje për të mos fjetur gjumë, për të punuar pa pushim dhe për t'ju kthyer ju me të gjithë pasionin, vullnetin, këmbguljen, durimin dhe dashurinë e mundshme, të gjithë atë që ju na dhat. Një besim të jashtëzakonshëm që është privilegj i jashtëzakonshëm. Me këtë vendim, qeveria synon të përmirësojë standardin e jetesës së punonjësve dhe të forcojë tregun e punës, ndërsa paralajmëron se objektivi përfundimtar është që paga minimale të arrijë në 700 euro gjatë këtij mandati qeverisës.